Zoti Nika. Atëherë, në vijim të fjalës së Zotit Hoxha, ajo që dua të them është që në mbledhjen e kryesisë, rendi ditës është votuar me votat tuaja. Fjala që unë kam thënë në mbledhjen e kryesisë, pas një diskutimi që kemi pasur për disa shkresa që unë ju kam kërkuar prej 2 muajsh nga bashkia, me rastin e Vlora Investit, të cilat dhe sot e kësaj dite akoma nuk i kam, edhe pse në mbledhjen e fundit kryetari i grupit majorancës tha që jep janë shkresat zotit Nika në mënyrë që mos na vit na fillojmë mbledhjen me të njëjtin diskutim, unë përsëri po e filloj mbledhjen me këtë diskutim. Dhe ju kam thënë, rendin e ditës e keni me shumë pika. Përgjigja ka qenë, janë të njëjta, jo po ne i kalojmë, jo po të shketi dhe gjëra tjera dhe jam larguar nga mbledhja. Dhe nuk e kam votuar rendin e ditës. Rendi i ditës është votuar me 4 vota tuaja pro. Kjo është pjesë e parë. Në pjesën tjetër, do ishte mirë edhe në vijim të fjalës së Zotit Hoxha, që kryetari i bashkisë të vitë u kthej një herë përgjigje këshilltarëve, që e ka detyrim, dhe qytetarëve, sepse ka 6 muaj që i flet me semafor, me lule, me pem, me kanale, vetëm muhabete me ato bën se muhabet me qytetarët nuk po shikoj. Sepse edhe kur i vjen qytetarët e ndryshëm për protesta në bashki nuk u del. As tregtarëve, as të tjerëve dhe unë nxjerr nën kryetarët. Nuk mund të fshihesh gjithë të kohë pas nën kryetarëve apo pas specialistëve. Pjesa tjetër që unë kërkoj zoti Rokaj që keni në pikën 11 keni një raport monitorimi 4 mujor. Të lutem duke qenë që është fillimi i mbledhjes, lajmëroni të gjithë drejtorët e bashkisë të vinë, pasi në këtë raport monitorimi duhet të jenë të gjithë drejtorët dhe drejtuesit e bashkisë. Dhe nuk kemi nevojë që të na bini specialista sepse po e degradoni hierarkinë. Kryetari i bashkisë nuk po vjen, kryetari i këshillit nuk po vjen, drejtorët e bashkisë nuk po vinë na bini specialista. Nëse doni ta degradojmë, ju e degradoni për ne, po e degradoni edhe për veten tuaj, sepse fyeni edhe veten tuaj në këtë rast. Faleminderit. Faleminderit. Juve janë njoftuar drejtorët dhe do të jenë prezent.